kanë memorie e shkuar, shumë e shkuar. Kur ishim ne, Once upon a time. 14 vjet përpara, e kupton 20 vjet më përpara. 20 vjet imagjinoni. Është rrit fëmia është bëj 20 vjeç. 20 vjeç është shumë i rëndësishëm, nuk ka haber fare, nuk e njeh hiç Partinë Demokratike. Si e përcolle dje atë që zoti Berisha tha në Parlamentin Evropian në takim me disa përfaqësues të komisionit jashtë të Parlamentit Evropian që Shqipëria është i vetmi narkoshtet në Evropë? Berisha ka 30 vjet që e bën këtë histori, ka mbi 30 vjet që e bën këtë. Ka bërë dhe Rama. Edhe Rama e ka bërë, për fat keq e ka bërë dhe Rama, po, vërtet është. Nuk e kemi maturin për... Por Berisha ka qenë ekstremi i gjës, pra në përpjekje për të luftuar kundërshtarin politik, ka dëmtuar vendin. Pra domethënë ka hedhur acid dhe ka djeg vendin. Kjo është thelbi i gjës. Ka hedhur acid. Acid është. Kjo është mjedis acid tani që ti të shkosh në mes të Europës, ku paragjykimi është jashtëzakonshëm, që këta shqiptarët po na mysin në drogë, na sjellin kriminal, po na bëjnë hata në rrugët e perëndimit. Do turizëm. S'di ta them, se mas dot. Se thot Sali Berisha tani, nuk e thot njëri atje. Jo, ditë them që imazhi nuk është gjë e mirë. Pra, domethënë, unë shoh këtë gjë, nuk shoh dëmtohet apo turizmi sepse këto janë edhe ngjarje individuale. Po shoh të gjë që nga viti në vit pasaporta jonë në kufit e Europës trajtohet me më shumë kontroll. Më shumë kontroll? Harxhohet më shumë minuta sot para policit evropian me pasaportë. Mua më rezulton të paktën. Kontrollojnë ty? Jo mua, por rradha e avionit që zbret nga Shqipëria, kudo, në cilin do aeroport nuk dos me shtetas të tjerë. Nuk na ka ndodhur asnjë më përpara. Po, asnjë edhe unë po habitem, nuk e di s'm ka qenë. Pra, nga vitin në vit ka ardhur duke u shtrënguar kjo gjë, sepse ka dalë ide. I kput Berisha dhe një narkoshtet i vetëm. Nuk vetëm Berisha, ne e bëjmë të gjithë këtë gjë. Mira, po kemi këtë smundje, sepse sa shohim në të huj, hapim barkun, zorrot, i themi, ja thash një të huj, u kënaq. Ti ke bërë ndonjëherë? Duhet ta kem bërë edhe unë. E ke bërë? Duhet ta kem bërë tani, se unë të falenderoj që se kjo është një lloj dhe falje besoj. Jo, më duhet tash shqiptare më dhe unë. Nuk dalloj nga shumë nga pjesa tjetër, por e vërteta duhet pranuar. Pra po tipiku ka qenë Berisha. Realisht tipiku prej mjedisit politik ka qenë Berisha dhe mbetet Berisha. Fut edhe e rretullon atij, ë? Domethënë ka qenë sepse ai krijoi modelin e njeriu që flet outspoken, një njeri që mendon jashtë kutisë, që thot të vërtetën, që dhe ne na pëlqen kjo gjë, pavarësisht se nuk kuptojmë ose kur e kuptojmë, është shumë vonë që kemi bërë një dëm shumë të madh vetes. Është njësoj kur ulesh në sofër, a buk, e kupton, s'pëlqeu ushqimi dhe e menderos sofrën, por nuk shkon atë, ne ti ke ngrënë aty. Nuk mund shkatosh sofrën ku ha. S'të pëlqen ushqimi, s'të pëlqen sofra, mos ul. Nuk të dëderon njëri. Edhe po, ketë gjithë drejtën e Zotit, i thua që kjo sofrë s'bën. Sepse praneu dhe s'u ule, se është ushqimi me helm, ku diun se çfarë, shënsi ka. Po tani ule, hëngre, s'të pëlqeu ushqimi, çfarë themi tani? Zoti Bajani, Shqipëria jo Shqipëria, Partia Demokratike ka qenë disa herë në udhëkryqje sepse e bëra kështu këto vitet e fundit. Por në këto momente, ju mendoni që Sali Berisha është e ardhmja për t'ia zgjidhur këtë problem dhe çështje që ka Partia Demokratike? Sinqerisht kam stopuar s'menduari për këtë gjë. Pse? Sepse Partia Demokratike të thash nuk është më interesante, nuk e kupton. Po jo, nuk e kuptojnë atje këtë? Ka humbur çdo, po jo, mbase e kuptojnë, po ka dhe interesa të vogla në politikë. Vim prapë te interesi. Domthonë, është vështirë tani që ata të quash një grup që vërtet ka një filozofi, ka një logjik, ka një instinkt, ka një reagim kolektiv, ata secili një bashkësi individësh që do të marrat mandatin timon, po atë shtet tash të futi atë rrogë në xhep dhe mirëpafshim. Kanë rroga të mira tash, duket se kanë 5 milionë shkon si duket. Po pas kanë bërë rrogat e mira, 5 milionë. Do 3 capo me bëm një llogari një ditë me dieta, komisione, benefitet e 5 milionë kalonte madje. Dhe për të bërë çfarë asgjë. Në muaj. Dhe për të bërë asgjë. Mirë, pastaj se Jo, një minutë sepse ka një problem shumë të madh. Sa produktivitet. Sot ti mua një shef, një boss që të jep një punë 5 milion lekëshe pa bosi punë. Sidomos ata që si kemi gjona një herë. 5 milion punë gjatë, nuk gojë, shef si urdhon. Dhe pastaj ja ku është lojaliteti. Kështu që dua të them që ata kanë humbur këtë. Po jo, pse vetëm për këtë arsye, po ka ndonjëherë për shembull, Ylli Manjani mund të kesh pasur një rrok, po unë të madhe ti, po unë e di që ndonjëherë, jo më kjo s'bëhet. Ke bërtitur një herë atje në një mbledhje, në një takim, në një bisedë. Po ja del nga loja.
Del nga, hec. Se kështu dole vetë? Po patjetër për çfarë? Për çfarë dole unë? Dole se apo u zum të tenderat. As ke tenderat as që. Tani me sa po kujtohet se duhet çka ke i flet domethënë. Kjo është gjithë historia. Kjo ishte e gjithë. Po kjo është më. Sepse ti je emëruar ministri i drejtësisë për impulse të reja. Për impulse, jo, këtë refuzova këtë fjalë, më thënë drejtën. Jo, e tha, ka thënë zoti Meta. Hoqë nasip, impulset i mungonin nasipit. Po pra, për hoqë nasipin duhen impulse të reja dhe juve për çfarë hoqën? Atëherë, unë jam fut në kabinet për 2 arsye. Po. Ta bëjmë edhe këtë transparencë. E para, sepse në atë moment LSI-ja, ky ka qenë mandati që mu dha. Po. Disi, pra ishte me ministri drejtësie në qeveri, ishte partia koalicionit me Partinë Socialiste, por kishte humbur gjurmët, kishte dalë totalisht nga loja ndikuese tek reforma në drejtësi. Dhe mandati që mu dha është kjo, që na duhet një impuls i ri. Jo një impuls, na duhet dikush me autoritet që të hymë në lojë, se kemi dalë nga loja. E kuptova. Kjo ishte e para, po e them troç, domethënë. Dhe e dyta, duhet një ministër që të kishte pra të përfaqësonte LSI në PR, të kishte PR, sepse ishin realisht LSI kishte një PR jo të mirë, domethënë. Veçanërisht në pjesën e korrupsionit, të përfoljes, të tash LSI ishte shumë ka qenë. Po dhe ju e mëruan. Dhe këto kanë qenë 2 qëllimet e mia, dy shtukat mia. Tash unë bëra, po, në reformë sigur hyni LSI-ja, besoj. Ilir Meta u bë kryetar parlamenti në reformë apo jo? Po. Me konsensus e me gjëra, si u bë. U bë kryetar parlamenti. Po si u bë. Mandatin e dytë. Jo, kryetar parlamenti real, që të fillonte të lunte, të kishte rol të reformës, s'kishte fare. Po? Filloi të bënte ato negociatat në të thashë. Dhe ke fjalën për 2016. 2016, ajo ishte, kjo ishte finalizimi. Kjo është koha ime. Po? Dhe e dyta sigurisht në PR, nuk besoj që i kam lënë gjë mangut 20 dhënëse kam pas. Nuk është se kisha në një ndikim të madh në media, 20 dhënëse, po lapen po. Lapa shpat. Lapën të i thuj gjus? Gjuha, po. Gjus, apo shumë në qëtë. Ta bëjmë qikë shqip më betit. Po. Dhe, kush ishte arritja jote me madhe, sa qëndruat ju në... Nuk e mas dot këtë gjë, domethënë. Thash, detyra ime politike kanë qenë këto dy, të fus LSI në reformë, besoj e futa, dhe të krijoj një imazh që kemi një ministër... Do të ishit ju ministri i drejtësisë kur votuan 140 vota? Po. 140 vota, po pas ke një trofe në jetën tënde. Nuk e kam votuar, se s'kam qenë deputet, s'kisha drejt. Mirë. Impenjimi ju jo nuk e konsideroj trofeun atë. Trofeu im ishte që të fusja Ilir Metën dhe LSI në reformë, që kishte dalë nga loja. Por pse dole pas sepse ike, sa qëndruat ju ministër? Ta shpjegoj unë edhe 15 muaj. Sepse marroj mandate, që ishte misioni im. E thon thjesht. Me çfarë ndodhi? Po çfarë ndodhi? Nuk ka historitë pastaj fillon. Jo, me pak fjalë në kuptimin. Me pak fjalë është kjo, çka ke i flet. Tha zoti Meta? Po Meta, Rama po, se Rama e kishte këtë, po dhe Meta këtu ishte, çka ke i flet. Unë jam shumë kurioz se di në mbledhjet e qeverisë Ulli Manjani nuk e ndajturur atje. Jo asnjëherë. Çka ke bërë atje? Debat mbi çdo projekt ligj. Shumë piktura nuk e bër besoj. Jo, debat mbi çdo projekt ligj apo projekt vendim. Me zotin Rama? Me Rama dhe me këto tjetër më. Pas ka kruajtur vetë, domethënë. Jo, nuk kam kruajtur vetë, sepse ka një gjë, duhet të them edhe këtë gjë, që Rama vërtet nuk ishte entuziast që unë të hyja në kabinet, për shkak të historisë. Jo, nuk. Për shkak se kishim një histori përplasje. Ti ke qenë PS? Politike, po. Kjo është e vërtetë. Dhe me drejt Zotit do reagonte. Më fal që ndërpres. Ato dalit e tua kur ke qenë në opozitë në Partinë Socialiste ishin më interesantet që unë si gazetar mbaja shënim. Kur dilje ti në selinë e PS-s dhe bëj një akuzim kritik, e merja shumë herë më seriozisht, kam qenë drejtori informacioni në sepse i kemi menduar, sepse është menduar çdo gjë. Sepse i merrim shumë seriozisht dhe ato i ndiqnin. Domethënë sepse ja tani mu feks. Para ka qenë një opozitë serioze, duhet ta them këtë gjë. E dyta, çdo fjalë që emetohej nga selia e Partisë Socialiste kishte kuptim. Dhe kishte shumë përgatitje për të dalë për të thënë 5 fjalë atje. Nuk thoja dot se më lindi mua një ide dhe hajta. Kishte një staf përgatitur. Dhe fjalori i zgjedhur juridik. I zgjedhur se këtu ishte Maraku i Ramës pastaj, te fjalori dhe etika. Ky ishte Maraku i atij dhe e ka atë Maraka, e ka gjithmonë etikën dhe fjalorin. Ti mund të thosh, nuk ka nevojë të ngre zërin, po ngre argumentin. Kjo ishte training që bësh. Dhe kështu ikë edhe në dhe a di për nder këtë gjë sepse na e kam mësuar këtë
Mësur Edi Rama, Po, Edi Rama. ja di për nder, Taktikën e të folurit publik, po, ja di për nder. Kurse substancën e të bërit politike, ja di për nder Fatos Nanos. Fatos Nanos, o që më nga smove tani. Tani vetë më ngre topin tani pse i ke me Ramën njërë, si undave me Ramën. Nuk është problemi Ika apo jo, pse undave me Ramën? Që e zë shumë i fort, më. Mbanim shënimin e si gazetar, me ato ndishtim atë. Unë nuk kam prish në herë mitësi personale me Ramën. Nuk kam pas në herë një debat personal dhe profesional me Ramën. Po pse i ke pse? Ika, sepse Ika, nuk Ika ndahet, më vjen një moment që ndahen rrugët, nuk është një gjë për nuk është se Ika apo erdha, se unë as shkova, as hyna as dola. Ti nuk ke ujë që qëndron, no? Ke rripes. Jo, e kam dhe këtë smundje, patjetër, pra, domethënë, nuk ke ujë që qëndron pezë. Nuk diskutohet, por ti je all the rivers round. Domethënë ishte, pra, domethënë ka ndodhur një debat në PS, ndodhi një debat në PS atëherë, pas 2009-s, ku nuk është isha në një grup, po thjesht bëra një apologji, thashë qoftë është për të kritikojmë Ramën, që të shpëtojmë PS-n, por duhet kemi parasysh që Rama është kali vetëm që të heq këtë karrocë. Kjo për këthy gabim nuk e di se si në çfarë thana, po di që kemi pas një debat. Ka thënë njëri që ylli tha kal. Jam i bindur që po. Jam i bindur që po, me shumë vite më vonë kam kuptuar dhe kush kanë qenë njerëzit që kanë fryrë. Ai i ke njohur, ëh? Po, kush që kanë fryrë këtë tezë dhe sigurisht që një fjalë thon këtu pastaj, thuhet një fjalë tjetër, kjo Shqipëria. Do të ti thesh kali vetëm që mund të rreq karrocën, ata ka thënë shef, ai tha kal. Besoj që kjo është para. Dhe në këtë pikë, pra ai tha një fjalë, unë thash një fjalë, unë dhe kjo është futesh pastaj në një. Tani në mbledhjen e qeverisë, cili ishte komunikimi me Rama? Rama tha këtë gjë. Nuk e kishte me qejf që të hyjë në kabinet për atë arsye, por me që hyn, sepse insiston LSI-ja, me që hyn bëj edhe mua i punë. Cila është puna? Të më shtrëngosh mbledhjen e qeverisë. Si të shtrëngosh? Ministri drejtësisë se ka këtë rol. Se ka projekt ligjet. Po të projekt ligjet dhe projekt vendimet. Ta shtrëngosh kuptimin që t'jetë solide vendimmarrja. Dhe kemi vu një bazë atë, ose një kusht, po. Këtë i thash e ke pa merak, e ke në definicion këtë, sepse kjo është puna ime. Bile edhe me një... është territori yt. Bile edhe me një marrje përgjegjësie, që në qoftë se gjykata kushtetuese në një vendim të vetëm. Pas ke bërë si bask. Po. Një vendim të vetëm na rrezoi. Ti largoj. Të qeverisë ku unë jam. Po. Unë largova. Ç'o ndodhi? Kam kalu ligjin e pronave unë, që sot kur e mendoj nuk kalohet. Dhe e kalova dhe me gjykatë kushtetuese pa ndërhyrje pa gjë, me drejt Zotit. Po. Dhe nuk ndodhi asgjë. Po jo pse ike pse? Ikëm sepse fillon prap, shiko, mandati im ishte mandat politik. Dhe kur kam aty, thash me ato dy. Me idenë që edhe do ikë një ditë. Qëllimi i dytë, kush ishte qëllimi i dytë i LSI-së? Kishim një ministër në PR, tani PR ministër, ku kryeministri është një PR-G, par excellence, nuk shkon. Është e sigurt që diku do përplasesh. Po patë përplasje verbale? Jo verbale, jo, po për daljet publike. Për daljet publike po, tani unë kisha marrë mandat dil publikisht, më thoshte më kushtat dalësh. Tash hajde gjeje këtë gjë. Për këtë. Pra ishte një papajtueshmëri midis dy shefave të koalicionit. Dhe ju zvendësuat mos gabojmë me Petrit Vasilin? Po, ku sigurisht shefi im në koalicion u dorëzua dhe tha, "Ok, ik ministri." Do të thonë u bëri meta pasaj, se ai kërkoi hiqje dhe jo, ai nuk kërkoi hiqje, ai kërkoi që ky s'duhet ishte, jo një thjesht hiqje. Por në këtë pikë, pastaj kur filloi dhe meta, më thanë kush ta të flasësh? Këtu pastaj këtu më ngatruaj. Dhe meta që kush ta të flasësh, ti po na etj, tash se s'duhet të hyj muhabete, se janë muhabetet por në thelb kjo është vërtetë. Çunë pikturë në një gjë nuk bëre një gjë. Kjo është jo pikturë, s'dit pikturoj. Nuk di ta bëj këtë punë, me thënë drejtën. Po Rama pikturonte kur bënim mbledhje qeverie? Rama vizaton, ka një vizatim antistres. Disa i ka interesante, me thënë drejtën, po interesante. Si ke marrë nga ato vizatime? Interesante, po Stalinin. Stalin rrallë. A që i meni tjerët? Kush i merte mos e te mruga një kohë i merte, po kush merte? Po jo, ma thuj ministër. Ka shumë, jo. Kush merte aty? Po jo, më ministra, që ministrash. A nuk merrin ministrat? Po kush merte? Në mjedis. Stafi. Kemi ne në mjedise private shumë, i herë një kohë me hanin pinin e gotë verë. Dhe pastaj ju ikët nga qeveria dhe pastaj u prishët edhe me zotin Meta, po me zotin Meta. Jo, unë nuk kam prish asnjëherë me zotin Meta. Zoti Meta pati një qëndrim eksesiv. Pse? Nuk e di pse. Sot e kësaj dite nuk e kam kuptuar, me thënë drejtën.
Sot e kësaj dite unë nuk e di çfarë Nuk e ke thënë zoti Meta çfarë problemi ka gjëra që edhe nuk kërkohen, e kupton? Njeriu mbani qendrim, mirupafshim, s'është ndonjë gjë për tu çudit domethënë. Di këtë gjë që në 2 palë zgjedhje pas largimit tim LSI-ja ka dalë në zgjedhje me deklaratat e mia. Edhe më thoshin që ajma tani u boj. Po mi si mund ta lësh kaq lehtë të largohet një zë publik me potencë, jo zë publik thjesht që lexoje tekst. Më takon mua kjo gjë, i takon atyre që i takon LSI-s, i takon Metës, i takon atyre ta dinë ta thon pse, nëse kanë ndonjë arsye. Unë nuk kam ndonjë kuriozitet, më thënë drejtën. Nuk kam pas asnjëherë, kam menduar që okay, hajde bëjmë një copë rrugë, sa më gjatë më mirë. Ka një problem në mjedisin politik, duhet ta dallojmë të gjë dhe partitë ose politikanët janë të vegjël ose të mëdhej në raport me në varësi të faktit se sa mirë dhe ngushtë bashkëpunojnë me njerëzit që kanë kontribut. Pra partia e vogël, kontribusit i largon dhe mbetet e vogël e bëhet gjithmonë më e vogël. Partia e madhe i mban kontribusit, i shton, nuk i largon dhe rritet. Kjo është problemi. Se kam kuptuar asnjëherë këtë zoti Manjani që LSI-ja, që më pas ndroi dhe emrin, arriti të bëhe këmba e tretë e perusisë në politikën shqiptare dhe e ka thënë dhe zoti Berisha, politika u bë trepolare për parë në Shqipëri. Si ka mundësi që rritu me 19 deputet, nuk është pak, 19 deputet partia e tretë? Absolutisht. Dhe shfryu si ai topi i te filmi Mëngjes e Luftë. Sepse të qenit i vogël. Për LSI-ja, Meta dhe LSI-ja nuk punuan kurrë për të bërë të mëdhenj dhe për të ndëjtur të mëdhenj. Punuan të vegjël, ishin të hynë si të vegjël, ngelen si të vegjël dhe u rrudhen si të vegjël. 19 nuk është pak, se qysh i vogël dhe 19. Po pati një moment të reflektimi, dhe na të hapemi. Në sekondën që u hapen, që krijuan një propozion, krijuan edhe këtë produkt. Pastaj u mbyllën dhe u rrudhen këtu. Ka një pyetje fare të thjeshtë. Më thua një shok politik që i ka mbetur Ilir Metës nga fillimi i jetës tij politike. Pyetje, kjo është 1 miliard, jo 1 milion. Maroj, se gjen dot. Pra, nëse Edi Rama e ka ndrifugën, po themi. Sali Berisha, po themi, ku diun Flavio. Rama keq është në këtë drejtim, no? Jo, e kam fjalën që pra se ka se ndrifuga është kështu. Jo, një mik politik, por çfarë ka politik ndrifuga është, po flas një ministër, se Erion Velia që ishte miku. Dakor, jo, nuk është puna të kontribues apo jo. Mik. Ti tulesh ndash. Jo, Rama e ka, e ka. Fugën e ka, jo këtë drejt. Kjo është në këtë. Jo vetëm fugën, po edhe të tjerë. Zoti Meta nuk ka. Se Meta nuk ka, Meta e ka shumë të e po çfarë ndodhi me Meta? E dyta, me gjej një politikan, dhe unë kam përshtypjen që Enver Hoxha është i dyti mas Ilir Metës, që ka zbuluar grupet brendshme armiqësore. Ja kalon Enver Hoxha, ja kalon Ilir Meta Enver Hoxhës? Po ka vetëm armiq të brendshëm më burr, si ka mundësi më burr? Po ti jashtëm? Po nuk e di, tash. Ky ka të brendshëm gjithë. Po tash çfarë të them atë? Endrit Barimllari armiku më i fundit. Doli ky Sina i armiku i fundit. Edhe nga burgu ka armiq të brendshëm. Tash ka një problem që nuk shkon këtu me mënyrën e të bërit politike. Unë nuk ja uroj Ilir Metës këtë që po kalon. Dhe po e kalon me pa të drejtë, për hir të vërtetës. Për hir të vërtetës i kanë rënë në qafë me pa të drejtë. Lëre arrestimi pas mënyrën e arrestimit. Le mënyrën e arrestimit. Dakor? Se nëse vërtet ke 2 akuzat provuara, akuzoje, vazhdoj të bëj punën, akuzoje, dënoje. Më 24 orë përpara arrestimit ishte në SPAK ai. A të kujtohet? Po nuk kishte rrezik largimi. Po pra, 24 orë para ishte në SPAK. Skrutiniteti penal, mbyllja në paraburgim është e gabuar, është e rëndë, është e papranueshme. Ti me realist. Dhe këtu nuk kam asnjë emocion tjetër përveç se një gjykim profesional, po edhe pak njohje njerëzore, në kuptimin që nuk mund t'i thuhet tjetrit unë Ilir Metës jam akoma edhe sot e kësaj dite, mirënjohës sepse më dha mundësinë. Patjetër që po më burr. Më dha mundësinë për të treguar çfarë di të bëj. Vlerat. Sigurisht edhe të hiqet mundësia, po nuk kanë si po njerë ta dha. Kjo është gjë, unë jam mirënjohës, çfarë të them si jam. Tani unë e kuptoj që shqiptar në burg? Në burg shkoj, po nuk. Jo, ai ke shkuar Metës? Jo, nuk kam shkuar, sepse. Po pse ke shkuar? Po duhet të shpreh ai vullnetin, se ti më shkon në burg edhe s'pret. Po jo, ti bën kërkesë një avokatit që ke duhet vit apo. Jo, më hyn në burg, nuk është problem me kërkesë për një avokat. Jo, si avokat i shton. Çështja është që duhet ai të shprehë një vullnet që më pret apo jo, se të shkon atje edhe s'pret. Çfarë bësh? Se ke kërkuar ti si ta shpreh vullnetin ai?
E po tani, ka mënyra, po çështja është që me sa duket nuk... Okej, kam